mirë mbrëma të dashur miq të bibliotekës, do të flasim sonte për poezi. Manti më shumë se kaq, për një poezi që shpërthen kufinj. Anë duket që në titull kështu, Libri Vrima i poetes Rita Petro, unë e kam ftuar atë në bibliotekë. Mirë mbrëma zonja Petro dhe mirë se keni ardhur në bibliotekë. Mirë mbrëma, ndjem shumë e lumtur që jam këtu me dysysh në këtë mbrëmje. Rita, unë e lexova me një frym librin. Dhe në momentin që e lexoja mendoja që ishte një libër shumë i thjeshtë, që fillonte dhe mbaronte shpejt, që rrithte. Po në fakt kam përshtypjen se jam gabim nëse them sërish që është një libër i thjeshtë, është një libër që ka nevojë për shpjegime në fakt, sepse nuk është aq drejt për drejt. Shumë shpesh gjërat që thuhen për të nuk kuptuar diçka tjetër. Megjithatë, do përpiqemi gjatë emisionit që ta shkoqisim, si themi. Tani do doja të dija prej jush në lidhje me strukturën diçka, sepse nuk më duket sikur është një libër që ka një përmbledhje poezish dhe aq. Ju e thatë shumë mirë që në fillim që në momentin e parë lexohet me një frym dhe unë këtë mendime kam marrë dhe nga lexuesit që tashmë nga ata lexues që kanë lexuar librin. Dhe më vjen mirë se janë dy vlerësime njëkohësisht që duket sikur kundërshtojnë njëra tjetrën, por në fakt janë dy vlerësime që vlejnë. Pse? Ta lexosh një libër me një frym do të thotë që të godasësh që në momentin e parë në shenjë të lexuesi. Dhe dëshira për t'u rikthyer prap librin do të thotë që ajo që tha dhe ju që libri nuk është aq i thjeshtë, që ka shumë nënkuptime që bart aty brenda. Dhe kjo është një gjë e mirë për të paktën që e vutre ju që e kam vënë edhe lexuesit e tjerë. Unë në fakt librat e mi kam pasur në përgjithësi libra me poezi të veçanta, të ndara me cikle. Pra, si shumica e poetëve të cilët botojnë libra të tillë. Dhe me të drejtën është hera e parë që botoj poema. Kjo poema duket në shik si një fjalë e madhe se kur të kthen prapa në kohë. Në fakt ju e quani poema, por ato një poemë është e përbërë nga disa poezisë që kanë titujt e veta. Është e vërtet. Dhe normalisht sidomos tek Legjenda e motrës dhe e vllajit, ato janë poezi të cilat qëndrojnë fare mirë, jashtë njëra tjetrës, të shkëputura, pavarësisht se i lidh një fill që unë do të zbuloja që normalisht është filli i dashurisë, sepse aty nuk janë vetëm dy poema, aty është edhe një poezi e shkurtër që mbyll librin, me qafë më ka goditur shigjeta e dashurisë. Aty është dobësia ime, aty do t'jetë fundim dhe pikërisht. Është kjo poezi që dhe kjo, pavarësisht se poema në teorinë e letërsisë është diçka e gjatë, me shumë vargje, unë edhe këtu do ta quaja si poemë vete, sepse përmbledh tëra atë pjesën e jetës njerëzore. Është ajo filli i dashurisë që lidh jetën, që lidh vdekjen, po kështu i lidh edhe në strukturë poemat, ndërsa poema e fundit për dashurinë, është një poemë e cila mund të ngjajë dhe shkon edhe nga proza. Atje, jo se nuk qëndrojnë si struktura më vete, se fakti që unë i kam futur në faqe më vete, ato qëndrojnë edhe më vete si poezit veçanta, por normalisht është më poemë dhe edhe ajo ka atë fillin logjik, madje unë do të thoja edhe kronologjik, që ajo më tepër perceptohet dhe shijohet, poema e parë, duke i lexuar njëra mbas tjetrës. Ashtu siç është edhe jeta e njeriu, që nga lindja deri në vdekje. Titulli, në momentin që lexohet ngjall ndjesi të ndryshme, të kundërta nganjëherë, mund të perceptohet në mënyra të ndryshme. Unë mendoj që është një titull provokues në fakt, sepse mund të kishte zgjedhur një titull tjetër, më poetik të themi për te i dritës, fillimi fundit, që ka brenda metaforë, që ka brenda poezi, që ka brenda filozofi. E megjithatë ju keni zgjedhur këtë titull agresiv, do thoja, për të tërhequr vëmendjen? Shiko, titulli në fakt është gjithmonë titulli dhe tregon se çka ka libri brenda. Në përgjithësi, ata që shkruajnë dhe gjithë e dinë që titulli mund mos ketë ndonjë lidhje të madhe, titulli në përgjithësi vihet normal dhe të tërheqë vëmendjen patjetër. Tjetë dhe provokus pa tjetër, pse jo. Por unë, me thënë të drejtën, këtë titull e kam vënë sepse nga fillimi deri në fund, në gjithë librin, Vrima është fjala kyçe e librit. Është ai honi i zi i pafundësisë nga ka lindur Erosi dhe qoftë në kozmos, qoftë po të kthehemi krijimit të kozmosit, krijimit të botës, dhe qoftë në jetën reale, është pikërisht kjo vrim e cila
është në qendër, dhe me thënë drejtën, kur unë kam botuar edhe fillimisht publikova poezinë Vrima, që lidhe edhe me kraterin e vulkanit. Dhe një mikesha ime me njerë më thaj pas ke gjetur titullin e librit. Deri në atë moment, unë nuk e kisha menduar që ky do t'ishte dhe mendoja ose poema e fundit e dashurisë, ose legjenda e vllajt dhe e motrës. Por me thënë të drejtën, mendoj se duket si një titull i ftohtë dhe nuk është bërë aq për të provokuar që dëgjoj se këtu ke të bësh me eros dhe ti duhet ta lexosh për të rrequr vëmendjen, madje unë mund të them që edhe më ka prishur në një farë mënyrë punë, sepse është një titull paragjykues. Dhe po të mendosh lexuesin e sotëm, ai titull nuk është aq për të rrequr sa dhe për të larguar, domethënë i ka të dyja, dhe të rreqjen dhe largimin. Ngjall ndjesi të kundërta dhe prandaj thash në fillim që ky libër ka shumë nevojë për shpjegime. Megjithatë ç'është kjo poezi? Ta ndjekim? Po. Të dashur miq, ndiqni një videoklip me poezinë Vrima të recituar nga vetë poetja. I dashuri im, ky do të jetë fundi i botës, orgazma e tokës që shpërthen jashtë. E gjithë bota do të digjet e tëra nga një vulkan që ri i heshtur nën tokë, fshehur nën hirin e një vulkani të shuar, e ndije në këmbët e mia si gëlon ai. E kam provuar, kam jetuar dikur në ion shpërthyese të Jupiterit. U drodh toka e lava mori para gjithçka, drur, gur, tempuj, shpata e çarçaf, burra, pleq, fëmijë, gra, kope me kafsh. Mira e embrione ende pa dal. Unë vrapova ta shuaja zjarin në oqean, po dhe atje uji plyskonte, e kujtoj si t'jetë sot. Qelizat e mia u shkrin në orgazmun lav, eshtrat u karbonizua në gur të zinj, mishi në hi, që era e shpërndau në kozmos e më solli këtu, rilindur nga një vulkan i ri. Në fakt, jo vetëm kjo poezi, jo vetëm ky libër me poezi, por në përgjithësi do thoja që në poezinë tuaj ka provokim, ju prireni të provokoni, ndoshta prireni apo nuk e dish rezultati ky. Më kujtohet shumë kohë më parë kur kam lexuar poezinë e dashur e babait. Gjëja e parë që në titull ishte mendova që disa gjëra nuk thuhen. Pastaj kur e lexova poezinë dhe pash ishte krejt ndryshe nga ajo që mund ta imagjinoja unë, aty më duk pak sfiduese. A keni një arsye për pse e kësaj sfide në poezinë tuaj? Pse prireni në këtë mënyrë? Shiko, arti në fundit ka lindur për të provokuar, normal në mënyrë artistike, për ta tronditur mendjen e lexuesit, për ta bërë atë jo thjesht për të përkëdhelur ndjenjat. Unë kam thënë edhe herë tjetër që ka ikur ajo kohë kur përkëdhelen ndjenjat e lexuesit, kur poetët janë shumë romantik dhe kur zgjidhen, kur poezia ndërtohet me fjalë të përzgjedhura, pra ka një fjalor të veçantë poetik. Jo, poezia moderne, duke nisur që nga simbolistët e këtej, është një poezi e cila e ka hapur barkun, do të thoja, në mënyrë figurative dhe i mban të gjithë llojet e fjalëve. Madje unë do të thoja edhe këtë gjë që edhe kur diskutohet për fjalët që quhen të turpshme, në art nuk ka asnjë gjë të turpshme. Madje gjithmonë edhe në gjyqjen që është bërë Ginsbergut atëherë, i cili përdori këto fjalë dhe i futi në poezinë e tij moderne, atëherë dhe avokati mbrojtës tha që turp është ata të cilët mendojnë në mënyrë të turpshme. Në art nuk ka asnjë gjë të turpshme dhe unë mendoj se po të jesh i sinqert në art dhe të sfidosh me sinqeritet, por ama dhe në mënyrë artistike, unë mendoj se bëhesh i pranueshëm, pavarësisht për lexuesin, pavarësisht se ai mund t'i mendojë gjërat ndryshe ose nuk ka këtë guxim, siç thoni dhe ju, për ta thënë të vërtetën në mënyrë aq të hapur dhe artistike dhe në mënyrë në fundit në mënyrë lakuriqe. Të drejtë për drejtë. Megjithatë, unë kam përshtypjen që ka një lloj ngjitje, të themi, një shigjet ngjitse, ka një, nëse do të bëja një grafik, do të vizatoja një grafik të poezisë tuaj, sepse poezia dy gra që presim, ne jemi dy gra që presim, ka brenda një lloj brishtësie, pavarësisht se thuhet hapur që dy gra presin të njëjtën burr.
Megjithatë ka brishësia, delikatesë brenda, ka ëmbëlsi, ka poezi. Nuk e gjej dhe aq në poezitë e këtij libri. Shiko, është e vërtet. Normalisht, që nga vëllimi i parë edhe më tutje, ka një njëritje në poezinë time, të thoja unë, qoftë atyre impulseve të brendshme të zemrës, të elektrokardiogramës time, dhe në qoftë se në fillim kam qenë lirike, dhe madje edhe nga kritika jam quajtur dhe safon poezinë shqipe në kuptimin e lirizmit, të asaj brishtësisë, të butësisë, poezitë e tjera kanë pasur një rritje në këtë pjesën e duke shkuar dhe drejt ashpërsisë. Qoftë si përmbajtje, qoftë edhe si figuracion. Dhe nga ato poezitë që përmendët ju, që janë dy gra që presim, unë tani nuk jam më një grua që pres, qoftë si poete, qoftë si grua. Unë jam një grua e cila e vendos veten që dhe mund ta presim. Pra, në raport me mashkullin, po ta keni vënë re, dhe në librin e fundit Brima, është vendosur mashkulli në pozicionin që është gruaja që bën ftesën dhe është gruaja e cila i lëviz të gjitha gjërat me atë superioritetin e vet, nga fillimi deri në fund. Madje ai te poezia që lexuat juve Sirena është ai që ngelet në breg, ndërsa ajo është dhe në det, edhe pra i ka të dyja këmbët. Ju doni të thoni me këtë gjë që poezia ecën në të njëjtat shkallë, sikurse edhe vetë poeti? Po, unë mendoj kështu, është ajo rritja e poetit, është ndryshimi i poetit, dalja nga censura, nga autocensura, sepse unë do thoja, kjo lidhet dhe me ato që jo gjithmonë, ne gjithmonë themi është censura që të pengon, por nuk është ajo, unë më tepër se censura do të quaja autocensurën tek një poet, ajo është më e keqja, që lufta më e madhe që kemi, nuk është me tjerët, lufta më e madhe është me vetvete. Kam një pyetje pak më poshtë pikërisht për këtë gjë. Por tani dua të lexoj disa komente që kanë bërë për ju, jo më tepër për të vlerësuar poezinë, po për t'ju njohur më mirë nëpërmjet këtyre komenteve që të tjerë kanë bërë. Të dashur miq, janë vetë poetët që kanë komentuar poeten, ndoshta poetët e njohin më mirë një tjetrin, komunikojnë më mirë mes njëri tjetrit dhe ndoshta janë pak më të saktë. Çfarë shkruan Visazhiti? Rita filozofon, jo për t'i komplikuar gjërat, po për t'i thjeshtuar ato. Rita Filipi ka dinakrinë e pafajshme të gruas së pambrojtur që kërkon të mbrohet veç me nuditetin e vet. Ndërsa një tjetër poet, Xhevair Spaiu, thot: sinqeriteti është vlerë, fjala e parë dhe e fundit në art, është kjo që sapo vetë ju thatë. Me këtë sinqeritet, Rita arrin të sfidojë hipokrizinë dhe moralin e shtirur të shoqërisë, duke pranuar ato gjëra të cilat njerëzit e kanë vështirë t'ia pranojnë dhe vetes. Të sfidosh moralin, qoftë të shtirur. Është e mundur, e bën dot poezia, e ka bërë, e keni ndjerë që e ka bërë? Shiko, nëse se bën poezia nuk ka kush ta bëj, sepse të paktën poetët, do poeti do flasin vetën e parë, nuk është si proza që shkruhet edhe në vetën e tretë. Dhe do nëse merr përsipër që të shkruash poezi, e thash dhe pak më parë që nuk mundet të përkëdhelësh, ti do të rondisësh, do ta bësh atë tjetrin që të shohë brenda vetes, në thellësitë vetes. Dhe nëse dhe unë prandaj zgjodha dhe gjuhën e instiktit për të shkruar poezinë, pra për të hikur asaj poezisë tematike, për të hikur asaj poezisë me ëmbëlsinë e vet, ose qoftë edhe me ashpërsinë e vet skematike, dhe për ta vendosur poetin, unë jam këtu dhe ju të tjerët jeni atje. Poeti nuk gjykon, nuk mundet të gjykoj. Poeti është një krish që merr përsipër gjithë mëkatet e tjerëve. Dhe në këtë prizëm është ajo që madje ato edhe komentet që kanë bërë, dhe Visari dhe Xhevairi janë komente të cilat janë bërë kur unë botova librin Shija e Instiktit, i cili kishte një ndryshim të madh midis vargjeve të përfolura, dhe kjo sepse u bë dhe në kohën më të ashpër për ne shqiptarët, që ishte viti 97-98. Madje unë atë periudhë e krahasoj me atë pelte që ne si milingona kemi ngelur në një rreth, dhe koha, metamorfoza e kohës, koha është kthyer në një pelte ku ne të gjithë kemi ngelur këtu brenda. Dhe po të shikojmë gjithë këto vite që kalojmë, a mendojmë se kemi dalë nga ky rreth? Unë mendoj se një intelektual ka ngelur aty brenda. Nuk e gjen veten, është akoma në atë dilemën se kujt i përkas unë, i përkas turmës, popullit, apo i përkas një shkallë tjetër e cila duhet të dëgjohet dhe ta çojë shoqërinë përpara. Dhe kjo dileme e këtij intelektuali, i cili ende ka mbetur në metamorfozën e kohës, është kjo pjesë e hipokrizisë e cila ne na trondit të gjithëve për ditë. Dhe sa shkojnë ditët dhe në vend që ky zë
të dëgjohet më shumë, ky zë gjithmonë është i mbytur. Është i mbytur nga zëri i njerëzve që bën maska në fytyrë, që flasin shumë bukur, që janë shumë elokuent, shumë më tepër se sa ne sot po flasim, dhe që janë mësuar me atë pllakën e gramofonit që e vendosin dhe përsërisin pa ndier asnjë gjë. Kjo është ajo gjë që më bën mua të ashpër dhe kjo është ajo gjë që më bën sfiduese në drejtim në raport me pjesën sociale. Megjithatë, e ashpër dhe sfiduese është një gjë dhe nevoja ose prirja ose nxitja për të thënë gjërat deri në fund është një gjë tjetër. Duhet në fakt pse është nevojshme? Pse është nevojshme zbrazje totale? Mos ndoshta disa gjëra le të themi pa thënë. Unë mendoj se zbrazja totale e vetvetes ka lidhje me atë që sa më i hapur ti je ndaj vetvetes, ti mund të bësh një jetë të lumtur. E kanë thënë që në kohën e Greqisë lashtë, kush është njeriu më i lumtur? Ai njeri që është i ditur dhe aq i ditur, jo se do të di gjithë ditët e botës, por aq i ditur sa ai me diturinë e vet mund ta bëjë jetën e vet të lumtur dhe të arrijë në shkallë të larta shpirtërore. Dhe që të arrish në shkallë të larta shpirtërore janë dija e një dhe ato dije ti ta përdorësh në jetën tënde. Dhe këto të dyja të çojnë drejt asaj pasqyrës që kur shihesh në mëngjes, mos mbulohesh me make-up, por ta shohësh veten ashtu siç je. Dhe në këtë pikë, mua më pëlqen që njeriu të jetë i zhveshur, sepse përfitojeni veten nëse jeni në një plazh ku jeni vetëm ju, ose jeni vetëm me dashurin. A ka kënaqësi më të madhe se sa ti dorëzohesh natyrës, ti dorëzohesh ujit dhe të marrësh një kënaqësi pafundme. Dhe mendojeni veten nëse jeni para diellit, siç bëjnë shumë gra, të cilat gjithë kohën e kanë mendjen, janë veshur, janë lyer dhe gjithë kohën e kanë se mos i laget flokun det dhe kanë shkuar buzë detit. Atëherë unë e thash me një shembull thjesht, por këto lloj shembush i ke në jetën e përditshme në çdo moment. Në momentin që neve shikojmë se çfarë mendoj tjetri dhe e bëjmë për atë që mendon tjetri dhe jo për veten tonë, ne s'mund të jemi asnjëherë të lumtur. Megjithatë, kjo loja që bëhet me diellin dhe me hijen apo me dritën dhe me errësirën, do thoya që nganjëherë tek fundi errësira është nevojshme. Janë ca sepa të errët, duhet të qëndrojnë të errët. Ajo është gjë tjetër, pastaj marrim kontekstin tjetër. Ajo është intimiteti. Ajo është intimiteti, por në fund të fundit dhe ky intimitet, prandaj ka lindur poezia, pikërisht që të gërmoj deri dhe në këtë intimitet. Se në momentin që ne nuk shkojmë në ato shkallët e fundit, unë e kam thënë, edhe kur u bëte për urimi i librit, është ajo poezia që kam shkruar me trurin jashtë, e kam thënë dhe e them hapur, në momentin që ti i ndjen gjërat te mishi yt, ke trupi yt, ti nuk ne gjithmonë themi ndjeva me zemër, ndjeva me mendje, jo. Ti ndjen dhe me, sepse trupi dhe shpirti janë shumë të ngjitura, janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe në momentin kur secili e di këtë gjë, por poeti e thot, atëherë secili fillon dhe gërmon brenda vetes, se ne i lëm, ne i mbushim në nënvetdijen tonë, vetëm krijojnë shtresa. Dhe pastaj kthehemi në njerëz të smur, në njerëz me strese, në njerëz që na dëm koka, në një shoqëri të mbytur. Dhe sa më hapur të jetë kjo shoqëri, dhe sa më hapur të pranohen gjërat, unë mendoj që ajo është në fundit emancipimi. Megjithatë ka një poezi që jo thjesht më provokon, jo thjesht më trondit, por nganjëherë më duket si blasfemi. Ju e krahasoni fëmijën me shushunjën. Shushunya fëmijë e intitulluar. Thoni pak më poshtë që pasi më thisi gjithë qumshin, pika pika nisi të thith gjakun tim. Pak nga pak më thau, më mpaku, më plaku. Është një qasje krejtësisht e kundërt me modelin. Edhe në këtë rast kam dashur të ikja asaj pjesës që po të lexosh gjithë poezit për nënën dhe në raport me fëmijën, kalon ka pjesa gjithmonë romantike, nëna na jep qumshin, nëna sakrifikon, nëna i bën gjitha dhe normalisht i bën. Po pse u dashka të thuhen? Sepse ajo është një gjë që atë e gjen edhe në botën shtazore, se deri në momentin që rritet ai klyshi i vogël se çfarë bën nëna dhe si lufton për ato të vetën. Por unë mendoj se në qenie sociale dhe nëna ka të drejtën të jetë një individ, siç u kthyem dhe ka ajo pjesa e dashur e babait, dhe babai është një individ i caktuar. Dhe kjo nuk do të thotë se neve duke qenë mama apo baba apo prindër, neve jemi të privuar nga ndjeshmëria. Dhe unë pikërisht këtë kam dashur të tregoj. Pra, të tregoj dhe anën tjetër, se si anën tjetër të vërtetën lakurigje të riciklimit, që ajo kthehet dhe thot tani është rradha ime, po e vërtet, fëmia është një ushunjës, por në qoftë se ne do ruajmë një raport të tillë
që kur fëmia lind, ne do t'i tregojmë që ti je një individ më vete pavarësisht nga ne. Dhe unë këtu mund të tregoja diçka shumë shkurt, një si lloj legjende që lindi fëmia dhe gjithë njerëzit ju sulën sipër, dikush e lidhi krahët, i lidhi këmbët, dikush merrej me syt dhe vjen një plak i vogël i thotë, po ju po e mbysni pa lindur. Ju i morët frymët, ju e bë të verbë, ju e lidhët, lëreni të lirë sepse aty do t'i zhvillohen organet. Dhe ne kemi prirjen për të mos e lejuar t'i zhvillohen as organet dhe as mendja. Kjo prirje e bën fëmijën akoma më tepër i shumës. Pra sa më shumë i marrim lirisë fëmijës, aq më tepër lirisë na e merr. Dhe duke nxjerrë këtë të vërtet lakuriçe, atëherë unë sjell mesazhin shumë bukur. Ne secili jemi individ, dhe nëna është individ, dhe babai është individ më vete, dhe fëmia është një individ. Vajza juaj çfarë thot për këtë poezi? Vajza ime mund të them që është lexuesja e parë, të paktën e këtij libri. Edhe ajo ka studiuar për gjuhëletërsi, tash është në një shtet tjetër të Evropës që mendoj thjesht për të marrë edhe një kulturë tjetër, ishte një dëshirë e saj që unë ja realizova, dhe mendoj se ajo ka atë mentalitetin që e vetmja gjë që mund të bëj kritik që ka lidhje me pjesën artistike, sepse nuk është e çuditshme për këtë kjo poezi e imja. Pasi ajo është rritur me mënyrën, nuk ka pasur asnjë reagim të veçantë pikërisht për këtë poezi. Absolutisht, mund të ketë bërë në një kritikë e cila patjetër lidhet ka të bëjë me strukturën e librit, me këtë pjesën që as bëhet fjalë që komentet e njerëzve të poezisë, të letrave për këtë libër kanë këmbgulur fort tek liria, dhe përmasa e lirisë, tek fakti që ju kërkoni të kapërceni garë dhe ja dilni dhe e bëni këtë gjë. Megjithatë, unë do të thoja që pse keni nevojë për kaq shumë liri? Pse është kaq e nevojshme liria për njeriu, dhe nëse ajo është tek e fundit e pasënuar nga është liria maksimale, çfarë ndodh? Çfarë i ofron njeriu? Ne prekëm pak, kaluam ka ajo pjesa e lirisë, sa më i lirë ti je i lumtur. Dhe ajo pjesa e gardit, dhe ju e keni kapur shumë bukur, është edhe tek zona e ndaluar. Pra që bëhet pyetja, ku është dashuria, pjesa e zonës ndaluar, dhe a kapërceve gardin? Edhe tela me korrent po të kishin do ta kapërceja. Shikoj që të arish ka ajo pjesa që ti jepesh, dhe ti jepesh ndjeshmërisë tënde, me guxim dhe me kurajo, patjetër, jo tekave të tua, sepse trupi, mendja, shpirti ynë mund të ketë edhe teka fare të zakonshme dhe minimale. Këtu flitet për liri në tru, për liri në veprim, dhe kjo liri është jo vetëm, s'ka lidhje vetëm me ndjeshmërinë. Kjo zonë e ndaluar, të zona e ndaluar janë të gjitha ato gjërat ku neve duam të arrijmë, dhe kjo ka lidhje të bësh një jetë të lirë në familjen, me mjedisin, në punën tënde. Dhe në qoftë se ti je një individ i lirë, ti ke guximin të kundërshtosh. Dhe në qoftë se dikush e sheh që ti ke guximin ti ka përcesh ato tela. Sepse dhe kthehemi në jetën reale, në jetën e Shqipërisë, ata që guxuan dhe kanë kapërcyer kufi, janë sot njerëz të lumtur dhe kanë arritur dhe kanë në fundit dhe kanë rrezikuar dhe janë dënuar. Pra, se fakti që themi që janë tela me gjëmba ose tela me korrent do thotë që ti edhe mund të humbasësh. Po në fundit, ai që guxon, unë mendoj, ka më tepër vlerë se sa njeriu i cili i ri të rrequr. Dhe ai që i ri të rrequr dhe gëzimet do t'i ketë minimale. Në të gjitha drejtimet do t'i ketë gëzimet minimale. E dim gjithmonë çfarë ka mbas një muri, mbas një pengese, mbas një gardi. Po shiko, e panjohura është gjëja më e bukur në këtë jetë. Dhe kush njeri është i prirur të shkojë te kjo e panjohura. Ti për shembull mund të dalim dhe në shembull të thjeshtë. Ti e ndjen fare mi që ke rënë në dashuri dhe mund të jetë dashuria më e madhe në jetën tënde dhe ti nuk guxon. Ti ka përcesh ato gjëra dhe e humbet. Ti të afrohet një punë shumë e mirë, po që do guxim. Ti nuk afrohesh se thua mirë. E humbas sepse nuk e di çfarë është ajo që më pret. Po sigurisht. Në mendjen time e mund të diçka më e mirë. Po këtu dallohen njerëzit e guximshëm nga njerëzit e paguximshëm. Jo, dua të dalte kjo, e kuptoj mungesën e guximit. Por unë mendoj se është lumturia ajo. Kur e arrin është patjetër. Po do thua do humbasësh, po në fundit jeta nga këto përbëhet nga humbjet dhe nga fitoret. Po të rish në vend, gjitha gjërat do t'i kesh minimale. Edhe gëzimin do t'a kesh minimal në lidhje me ndjeshmëritë, edhe fitimin do t'a kesh minimal. Njerëzit që guxojnë pak fitojnë shumë pak.
Do thua lidhje kanë lekët që po i përmendim ke emisioni poezisë, po kanë rëndësi. Jo, në fakt, sepse dhe në këtë drejtim. Nuk e kuptova në Jo, e kisha dhe në fitimin material, sigurisht. Njerëzit që guxojnë janë njerëzit cilët ecin përpara dhe fitojnë shumë në këtë jetë. Dhe në qoftë se neve do kemi vetëm atje, po të bazohemi ka ato porosia që e babai, për zjarin ujin ligjin. Besoj ju ka rënë në sy në poezinë e parë që nëse ta mban, luaj me zjarin, ujin dhe ligjin. Nëse jo heshte dhe kalo. Atëherë këto zgjedhim, nuk kemi rrugë tjetër. Ose do ta mbash të luash, pse sa ato krijuan nga pushteti i fortit. Të treja këto gjëra janë krijuar nga pushteti i fortit. Atëherë nëse do ta kundërshtojmë, ne mund të fitojmë. Por ama normal që njeriu i guximshëm, jo guxim budallaj. Puna është që unë e përmenda dijen jo më kot. Dhe gjithmonë në mesazhet që ju japim të rinjve është pikërisht kjo, që dija është shumë e rëndësishme. Të japësh rëndësi, të lexosh libra, ne këtu jemi mes librave, dhe libra të japin një dije shumë të qëndrueshme. Nga interneti marrim shumë informacion që është i rëndësishëm, po dijen e thellë ta japin libra. Dhe një njeri i lexuar, dhe një njeri i guximshëm nuk ka pushtet. As pushteti i politikanit dhe as pushteti i as kërkujt nuk është përpara këtij njeriu që është edhe i ditur, edhe i guximshëm. Përpara se të vazhdojmë më tej, do ndiqim material për ju. Kush është Rita Petro? Të dashur miq, libri Vrima në fakt është libri i 5 i poetes. Janë 3 libra të botuar me poezi, një përmbledhje dhe më në fund vjen Vrima. Të ndiqim material që kemi bërë në lidhje me këto libra poetik të Rita Petro.